Rikonstruimi I rrugës Shtipska në Tetov ka nisur në muajin tetor në kohë të fushatës për zgjedhjet lokale, por ende nuk ka përfunduar. Qytetarët ankohen për mungesë pastërtie, rrezik për shëndetin, si dhe për dëmtimin e automjeteve të tyre sa herë që kalojnë në këtë rrugë. Ndërkohë, vrimat e mëdha të kanalizimit paraqesin rrezik serioze dhe për sigurinë e banorëve, veçanërisht për fëmijët. Valla kjo duhet sa më prek, as më mirë. Me u rregullat se popullata kalon këto merr kërë me ato 300 euro për vetë. Ma keq duhet bëhet për këto njerëz që janë me mendjen tamam. Ma zot ma keq. Si loç, si adini. Si loçë si këtë këshijet, se nuk ju s'kam komentu unë për këtë urë, kurse s'kam kur. A u pengon loçit çan balta? U ka penguar aty në gjë, u ka penguar. Nga komuna e Tetovës thonë se asfaltimi I rrugës pritet të përfundojë brenda 2 javësh. Sipas tyre, vonesat janë shkaktuar nga kushtet klimatike. Në bazë të komunikimit që kemi pasur me kompaninë përgjithëse, është sot domethënë janë duke u vendosur ansoret dhe brenda 2 javë pritet të asfaltohet edhe rruga e njëjtë. Shkaku nga ana e kompanisë, shkaku I kushteve atmosferike, disa ditë ka qenë e pamundur të punohet, por sigurisht tani kanë filluar me punë dhe brenda ditëve besojmë se do të jetë gati. Televizioni 21 dhe javë më parë raportoi për gjendjen e kësaj rruge, por afatet vazhdimisht po shtyhen, ndërsa qytetarët përballen me baltë dhe pluhur. Shumë rrugë të tjera në Tetov të nisura gjatë periudhës së zgjedhjeve ende nuk kanë përfunduar. Të njëjtin fat me rrugën Shtipska e kanë edhe rruga Kuzman Josifovski Pitu, rruga Sami Frashëri dhe disa rrugë të tjera të qytetit, të cilat pengojnë e në disa raste dhe pamundsojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve.